A keni parë ndonjëherë një shkëmbë gjigant të ndarë në dy pjesë me një vijë aq të përkryer, sa duket sikur është prerë me lazer? Ky është Al Nasla, një formacion shkëmbor i vendosur në Arabinë Saudite, që ka habitur shkencëtarët dhe turistët nga e gjithë bota. Shkëmbi përbëhet nga dy bloqe masive guri që qëndrojnë mbi baza të vogla natyrore. Ajo që e bën kaq të veçantë është qarja e drejtë në mes, e cila duket jashtëzakonisht e pastër dhe precize. Shumë njerëz kanë krijuar teori të ndryshme. Disa besojnë se shkëmbi është prerë nga një civilizim i lashtë me teknologji të avancuar. Të tjerë madje përmendin ndërhyrje jashtëtoksore, duke argumentuar se natyra nuk mund të krijojë një prerje kaq perfekte. Por çfarë thon shkencëtarët? Sipas gjeologëve, Al Nasla është formuar nga procese natyrore që kanë vepruar për miliona vite. Shkëmbi ndodhet mbi një vijë thyerjeje gjeologjike, ku lëvizjet e tokës dhe erozioni nga era dhe rëra kanë zgjeruar gradualisht qarjen duke krijuar pamjen që shohim sot. Megjithatë, edhe me këtë shpjegim, shumë njerëz vazhdojnë të maniten nga saktësia e ndarjes së tij. Sa më shumë e shikon, aq më shumë duket sikur dikush e ka prerë qëllimisht. A është Al Nasla thjesht një mrekulli e natyrës, apo fsheh ende sekrete që nuk i kemi zbuluar? Shkruani mendimin tuaj në komente dhe mos harroni të bëni like dhe subscribe për më shumë mistere dhe fakte interesante nga e gjithë bota.